Historiani dhe arkeologu Halil Shabani ka prezantuar librin Guid Saranda, udhëzues udhëtimi dhe historiku. Një botim që ndërthur historinë, arkeologjinë dhe turizmin e qytetit. Me 25 kapituj në gjuhën shqipe dhe angleze, libri ofron informacion të plot për vizitorët dhe vlerësohet si një udhëzues i rëndësishëm për të eksploruar pasurinë historike dhe kulturore të Sarandës. Historiani dhe arkeologu i njohur Halil Shabani, serinë e botimeve të veta studimore e ka pasuruar me librin Guid Saranda, udhëzues udhëtimi dhe historiku. Gjatë prezantimit të këtij libri, folës të ndryshëm u takuan në vlerësim se ky botim është një promovim i një lloji të veçantë të rrjedhës historike, si dhe i pasurisë arkeologjike dhe turistike të Sarandës. Këtë libër e bën të veçantë edhe se informacioni thelluar shkencor i ofrohet çdo kujt edhe si një guid lehtësuese për të eksploruar Sarandën, thot Arben Çipa, një prej operatorëve turistik të jugut shqiptar. Kemi të bëjmë jo vetëm thjesht me një libër i cili mund të quhet guid turistike, por kemi të bëjmë me një volum të informacionesh, të cilat fillojnë nga koha më e hershme e deri në ditët e sotme. Ne nëse do ta përdorim si libër shkencor, e kapeshëm ashtu siç e ka. Nëse do ta përdorim si një libër shkencor turistike, padyshim ka dhe vlerën e ditëve të sotme, por është një libër me vlera të padiskutueshme. Është libri i cili kërkon koha të pritet në këtë mënyrë dhe të lexohet në këtë formë. Për shkëlqim Selmanin, mik i autorit dhe një tjetër autor sarandiot, Halil Shabani, ka sjell jo vetëm një guid alternuar me informacion historik e arkeologjik për Sarandën, por edhe një risi për botimet të këtij lloji. Dhe unë ndjem pak bashkëpunëtor me të, sepse kemi diskutuar gjatë përpara se të bëj libër. Intelektual të Sarandës, të cilët e kishin lexuar dhe kishin vlerësuar Halilin, jo thjesht siç ndodh në promovime të tilla, por për arsye sepse ata kishin parë atë libër që kjo guid turistike si thua, por brenda me element historik dhe arkeologjik, të cilat i kishin dhënë një risi të gjitha botimeve që janë bërë deri më sot për të promovuar Sarandën. Është vërtet për të vlerësuar se ka sjell jo vetëm një libër për Sarandën, por dhe një risi në llojshmërinë e këtyre librave që janë botuar deri më sot. Autori Halil Shabani tregon se i është dashur të thellohet në informacionin shkencor e arkeologjik që lidhet me Sarandën si destinacion turistik, duke i kaluar botimet e derisotme e duke i dhënë në dorë një udhëzues të dobishëm, kujdo që udhëton nëpër Sarandë si turist apo eksplorues. Jam selluar shumë te ky libër për arsye se guidat që janë bërë më përpara kishin ndonjë fotografi, ndonjë dicitur dhe nuk ishin diçka më tej. Pikërisht unë vendosa që të shikoj të gjitha këto objekte që gjendeshin në qytetin e bukur të Sarandës, në vijën bregdetare, në atë zbulimeve nënujore të tjerë, dhe ta pasuroj më tej atë. Do me thënë, informacioni që i vura në vetes për detyr ishte të futesha në thellësi, të shikoja literaturën çfarë ishte botuar më përpara dhe të shkelja me këmbë këto objekte. Bashkia e Sarandës ka në jurisdiksionin e tij 6 shkolla dhe bibliotekën, dhe këto duhet ta kenë patjetër. Kam dhuruar në bibliotekën e qytetit, po ashtu këto ditë do t'i japim edhe libra të tjerë që kam unë si autor në qendrën rinore. Libri Saranda, udhëzues udhëtimi, është ndërtuar me 25 kapituj. Ky libër vjen në gjuhën shqipe dhe angleze, shoqëruar edhe me materiale ilustrative autentike. Ka marrë vlerësime si një nga botimet më të plota kushtuar profilit historik e arkeologjik të Sarandës, që e bëjnë atë ndër destinacionet më të kërkuar turistik në Shqipëri.